Unë do të ftoj konkurrenten tonë të parë. Ajo quhet Herva Novak. Herva, të lutem, hajde pranë meje. Faleminderit. Herva është soprano, por këndon shumë mirë edhe muzikën pop. Herva, ti je mësuar me çmimet të para. Jam mësuar. Më thuaj, duke marrë pjesë shpesh në koncerte gjermane, ku e ndjen emocionin më të madh? Në skenën shqiptare apo në Gjermani? Tani mas shumë viteve emocionet, do me thënë, kena jo aq shumë sa kena patur, por të them të drejtën është hera parë që tani jam në Shqipëri edhe këtu i kam rënjët, prandaj e kam emocionin se zhvendi im. Shpresoj ta bëj sa më mirë. Patjetër, nuk e vën diskutim që ti do shkëlqesh në skenë. Cila është kënga që do interpretosh sonte? Unë do këndoj The Code, ka Nemo. Dhe është një fusion që ka opera, rap, ka dhe pop, çdo lloj branshi muziku. Unë mezi po pres ta shoh performancën tënde, të lutem, drejtohu në skenë dhe shkëlqej sonte. Faleminderit. Ndërkohë që Herva drejtohet për në skenë, unë jam këtu me prindërit e Hervës. Do doja të dija se nga e ka Herva gjithë të dashurinë e madhe për Shqipërinë. Në disa intervista që unë kam parë, ajo ka thënë që mua pëlqen ushqimi, më pëlqen traditat, më pëlqen të vi shpesh në Shqipëri. Do thotë ju, kaq shpesh e keni sjell Hervën në Shqipëri në mënyrë që ajo ta ndjente kaq shumë patriotizmin? Po, në fakt, Herva ka ardhur shumë shpesh në Shqipëri, edhe se ka, domethënë, edhe gjyshet e vetë të gjithë. Normal edhe në Itali, po Shqipëria, domethënë, është, si thosh, veni jonë, edhe për ne është një gjë e madhe, domethënë që Hervën, siç e kemi parë në skenat gjermane, në skenë shqiptare, nuk mund ta përshkruash. Është tjetër emocion. Është tjetër emocion. Bravo! Realisht bravo. Kisha çik emocione, por në fakt merr edhe atë riskun e konkurentit të parë që sa hapet spektakli, kështu që është shumë e kuptueshme dhe emocioni, por unë jam për një bravo. Bravo sepse faleminderit. Të këndosh një material kaq kompleks, të kalosh në disa regjistra me sopra akute për më tepër, dhe që normalisht që nuk është e lehtë, të mbash gjithë energjinë, të mbash gjithë emocionin, për më tepër që je edhe e para, më duhet ta them këtë sepse kjo është një risk më vete në çfarë do lloj konkurimi. Por unë jam shumë e impresionuar. Në radhë parë nga zgjedhja, atë çka ti i ke gjetur vetes, nga formimi që po jep vetes për më tepër, jo vetëm si këngëtare klasike, por e ke zgjedhur teknikën e duhur për pse jo të lëvrosh edhe më gjatë dhe në disa zhanre bashkë. Shumë komplimenta nga unë. Unë nuk do bëhem aq e mirë. Jo, do bëhem shumë e mirë si gjithmonë. Edhe mua më pëlqeve shumë. Teknika jote duket që është shumë e fortë, është nga armët e tua më të forta, po më pëlqeu dhe energjia që ti dhe. Domethënë transmetove direkt një energji shumë të mirë, edhe pse ishe e para dhe ishte vërtet ai emocioni i fillimit. Kështu që shpresoj të shkoj me sukses. Për imazhin e Ines, për imazhin, ke ndonjë gjë për të? Nuk kam çfarë të them për imazhin, Alban. Juve çfarë me skenike? Them ta lëm maestron të flasë pak. Atëherë unë mendoj që suksesi njeriu e kërkon vetë, sepse gjithçka varet përveç se talentit nga puna, dhe ti duket që ke punuar jashtëzakonisht shumë për të qenë këtu ku je. Interpretimin që jep nëpërmjet trupit, nëpërmjet shikimit, nëpërmjet gestit, gjithë asaj që është qenia jote. Për mua nuk dua të jap ndoshta 10, do të jap 9, sepse do kisha shumë shpresë që ti të bëje diçka më të madhe, në qoftë se ti do dalësh thjesht në finale, do doja shumë të shihja
çfarë do bësh ti më tepër për të kapur 10-ën, kështu që nga unë kem 9 pikë. Okej. Ines? Kjo ishte shtys që të punoj më fort. Nga mua e ke 10-ën kështu sot. Energjia jote më erdhi direkte, kështu që nuk kam se të gënjej kot. Kështu që për mua është një 10. E merituar. Faleminderit. Edhe 9-ën, faleminderit. Në fakt me këtë prezantim që bërë edhe unë vërtet, shkojmë Albanin për kuriozitetin e madh që çfarë mund të sjellësh ti në finale. Dhe do doja të shija në vërtet ajo 10 do shkonte e merituar apo jo, po unë do shkoj me 9 se dua vërtet të vësh shumë. Unë them që nga ty pritet shumë. Unë do ta jap pikën time për atë që ti, si thash dhe më përpara, je në lëvizje, përveç zërit. Nëse më lejohet ta jap këtë lloj themi mendimi dhe vlerësimi. Okej? 8 pikë. Okej, faleminderit. Shumë suksesa! Faleminderit. Një start i mirë. Rëndësika që nisëm me start. Jo, një start i mirë, na duhesh mbase e lodhëm pak vajzën, jo. Shumë interesante dhe teknikisht arrinte të bënte ca lëvizje. Shiko. Ishte edhe smart, kjo është ideja, ishte smart, që zgjedhë një gjë smart. Nuk e kam akoma në kokë se sikur jam në atë skenë, më duket. Nuk e thash në sy, po është bish skenike.